që duhet t'jap dorëheqje sa më parë për t'japur rrugë qeverisë teknike, zgjedhjet lira të ndershme me kod dhe sistem tjetër zgjedhor ku shqiptarët të vendosin me votën e tyre. Të dashur shqiptar, nuk është më Shqipëria e propagandës të këtij kreut të organizatës kriminale. Nuk është ajo me show e aktrim, por është Shqipëria që u dogj në korrik dhe në gusht. Është Shqipëria që u përmbyt për herë të dytë në dhjetor dhe në janar, ku qindra mijëra fermer, qytetar nuk janë dëmshpërblyer, sepse lekt e krimit të korrupsionit ky i ka për të blerë ndërkombëtar me gonigal për të lobuar kundra opozitës. Lekët ky i ka për incineratorët fals, lekët i ka për tunelet miliona euro, i ka për rrugët miliona e miliarda euro, të cilat tashëm janë të shkatruara, i ka për bandit dhe oligark. Nuk është më Shqipëria sepse ajo që thot ky kryemafioz, me një shëndetësi të dështuar, ku qindra spitale, 10 spitale, qindra qendra shtetësore janë të mbyllura, si në fshat edhe në qytet. Mungojnë ilaçet, mungon stafi mjekësor. Arsimi i dështuar, 10 e qindra shkolla të mbyllura në fshat edhe në qytet. Krimi organizuar lulzon. Krimi organizuar sundon brenda burgut dhe jashtë burgut. E pat arratisjen spektakolare të IVP-ja e troplinëve në Durrës të krimit organizuar me pagesë nga qendra në bazë, se si një vrasës me pagesë shoqërohet nga 3 policë famkeq dhe jo nga forcat operacionale të DAP-it apo forca speciale. E pat para disa muajsh se si u vra në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, i monitoruar nga kamera, jo vetëm në Peqin, po i monitoruar nga kamera edhe në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, se si futet pistoleta dhe ulësiu i famshëm i dosjeve famkeqe të krimit elektoral të Dibrës, e me radhë del aty dhe thot e hodhën me dron pistoletën dhe timet dalin që e quan me krim të organizuar në përushqime apo me njerëz të mirë paguar. A e pa t'ju çfarë krimi makabër ndodhi në aeroportin e Rinasit, të sigurisë së lartë mes policisë, sepse krimi është bërë njësh me këtë bandit. E pat Kushuririn apo vlla çaj ka Agasi i famshëm i Ramës, i cili mori shishet në verë, përse Spaku nuk po tregon çfarë videosh ka qenë Rama atje apo s'ka qenë, ka video orgjish apo video pazaresh për këtë kriminal, për këtë bandit. I dashur doktor, kjo qeveri ka rënë, po ne kemi nevojë për frymë. Kemi nevojë për shpresë, kemi nevojë për besim. Unë ju mbaj mend ju në 2007-ën, ju mbaj mend 2009-ën, 2013-ën, po edhe në këto zgjedhje e fundit, ju jepni vetëm një mesazh fryme, shprese, besimi të çdo demokrat dhe çdo shqiptar të zgënjur. Por duhet i themi dy gjëra, apo ndonjë drejtues apo në një lokalitetit i Degës, këtë besimin, këtë shpresën nuk e përcjellin siç duhet tek shqiptarët, tek demokratët, tek populli, tek opozitarët. Por thoshin, nuk e di do fitojmë apo jo. Po fituam do ta bëjmë këtë. Po ky kandidat nuk fiton, po kjo bashki nuk fitohet. Këta nuk ju shërbejnë fitores. Kjo anije ka rënë. Kjo anije e mbushur me bandit. Kjo anije e mbushur me kaçak të rilindjes që plaçkisin Shqipërinë. Këta nevojë vetëm për një shtytje të vogël, për t'i rrëzuar. Data 24 erdhi. Unë i bëj thirrje të gjithëve, shqiptarëve, të majtëve, të djathtëve, partive të tjera të opozitës, t'i lënë këto një protestë sot e një nesër, po të bashkohemi për një qëllim, mos i shërbejnë këtij kryemafiozi këtu, se i kemi të gjitha mundësit për një fitore, për datën 24, datë historike, për të marrë vendime të fuqishme, për ta rrëzuar këtë klik. Nuk do rritot pa përmendur për mbytyjet e fundit në Dimal dhe në Kuçov, 10 hektar tokë të përmbytura.
sera, bim frytore, vetëm në një fshat 20 banesat përmbytura, shpend, kafshë me radhë. Dhe ky kreu i mafjes, i kësaj kështjelle të krimit, del aty me propagandën e tij dhe thot, e kanë fajin shqiptarët. Kanë hedhur qese plastike apo plastik në për kanale. Vetëm në të Kuçovën e Majt që e fituan 2023-shin, e do fitojmë prapë, siç do fitojmë Beratin, siç do fitojmë gjithë Shqipërinë, kanë hedhur plera në landfillin e korrupsionit të Viola Grin në Kuçovë, dhe ato plerat i mori ujë dhe i shpërndau në tokat bujqësore dhe në familjet e qytetarëve. Prandaj të dashur shqiptar, motra dhe vëllezër, elektorat gri, socialist të zhgënjur, boll me na drejtojnë 14 dhe 16 oligarke bandit që emërojnë drejtor, kryebashkiak, deputet, drejtor burgjesh, mafioz në krye të Shqipërisë, që ka marrë peng të bandit të gjithë bashk në datë 24, të mos ndezim me dritat, po të shpallim revoltën, i bëj thirrje policëve. 80% e policisë janë të ndeshëm, 20% janë patrullanistë, janë të emëruar politik, janë drejtues policie, shefa komisariatesh, të cilat përdoren për qëllime politike. Policët e thjesht kanë qenë 2013 deri tani, s'kan rritje page, nuk kanë kushte, as jetese, as ushqime e me radhë, nuk kanë marrë dietat, nuk kanë marrë fondet për ushqim. Prandaj ne jemi dhe për ta. I bëj thirrje policëve të ndeshëm të distancohen nga provokimet e urdhëruara nga kreu i mafjes dhe kështjellës së krimit. Fitore, fitore. Përshëndetje të gjithëve.